Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi pamje të reja nga qendrat e votimit në qarkun e Elbasanit për të mbështetur akuzat e tij se 11 maj ishte farsë elektorale. Në këto pamje, komisionerët shoqërojnë qytetarët në dhomat e fshehta e shohin si votojnë, duke cënuar kështu fshehtësinë e votës. Shitet e kriminale, të vajzën kriminale elektorale, komisionerë në detyrë, shikoni çfarë bën. Një nga një shkon dhe voton me zgjedhësit. Pra voton komisionerja kontrollon çdo vot. Edhe ky komisioner kontrolloi pat. Doli kontrolloi, pra votojnë komisionerët. Urdhoni. Në këtë qendër votimi, Partia Socialiste ka fituar 138 vota ose 77%, ndërsa Partia Demokratike 29 vota ose 16%. E sipas Berishës, këto pamje janë provat për ndikimin e krimit në zgjedhje. Po të morësh qendrën e votimit del Saramile. Sepse aty ku hanxharët e krimit kanë kërcënuar njerëzit, i kanë detyruar të mbyllin syt. Ndërkaq sot Berisha i bëri ohon medias amerikane Fox News, e cila pak ditë më parë publikoi një opinion tagim Neshës, në titullin e të cilit kryeministri Edi Rama cilësohej Ramaduro. Vjen rradha tani një medje e pavarur, se nuk është, them se është shtetërore, Fox News, e klapose Edi Ramën si Ramaduro i Europës. Por Berisha, i cili sot vlerësoi Fox Newsin në vitin 2008, ka cilësuar një prej gazetave më të mëdha në botë, New York Timesin, si letër higjienike, për shkak se publikoi akuza ndaj djalit të tij, qendrim të cilin ai e përsëriti edhe sot. New York Times, një gazetë respektuar nga unë, publikoi një shkrim në të cilin absolutisht publikoi një trillim të faktuar mrapa si trillim. Dhe unë i bëj një letër, i them, shiko, këto që keni shkruar ju nuk janë të vërteta, dhe unë mund t'ja faktoj 1, 2, 3. Dhe New York Times ra aq poshtë dhe nuk kishtë bënte me titull, kishtë bënte me fakte të shkruara brenda në artikull, sa që nuk botoj letrën. Dhe unë atëherë thash, atë që thoni ju.